Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vendosi në qershor të këtij viti për shtimin e paketave të trajtimit të stomës, të cilat do të rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu ndau sot në rrjetet sociale opinionet e pacientëve që marrin mbështetje për trajtimin e stomës. Me zërin e pacientëve që sot marrin një mbështetje që u letëson përditshmërinë, për herë të parë trajtimi i stomës përfshihet në skemën e rimbursimeve, një letësim i rëndësishëm për mbi 800 qytetarë që përballen çdo ditë me sfida shëndetësore, theksoi Koçiu. Koçiu shpreh se me 100 milion lekë të dedikuara për vitin 2025, ky vendim i jep zgjidhje një nevoje jetike që i afron shërbimet aty ku duhen më shumë. Prej kohësh im shoq vuan nga sëmundja e zorrave. Deri tani stomat i kemi bler vetë. Mjekja e familjes më mori në telefon dhe më tha që Ministria e Shëndetësisë ka bërë të mundur që personat që vuajnë me këtë diagnozë të marrin stomën falas. Unë u paraqita tek qendra shëndetësore për të vazhduar procedurat që im shoq të marrë stomat falas. Deri dje kemi bler vetë qese dhe këta ilaçe që na duan. Tash i morëm lajmin që do na rimbursoj shteti gjitha këta. Edhe e falenderoj shumë. Unë vuaj nga kolostoma, deri dje domethënë i merrja me pagesë në farmaci, sot fal Ministrisë së Shëndetësisë i marr me rimbursim.